Që sa e bën ishta? Cëllën? Punën kështu. Kur ja ke nisë këtu? Kullën Fresh na? Po. Kullën Fresh ja kom nis me 24 tetor 2018, para dite. Ja kom nis me dizajnu logon vet. Unë s'jam dizajner, apo? Unë e kam. Po fare jo, datë ko e kom pas një kompjuter, së kon shumë i mirë, po e kom pas kompjuter i shtëpisë me lu Counter-Strike. Edhe unë vjen një farë ide me qil një faqe në diçka. Po tash një faqe, unë e kom ditë pak a shumë që vyn logo me pas për një faqe, edhe hina është një farë faqe PicMonkey. Kushdo që punon me rrjetet sociale në Kosovë, një PicMonkey se u kon, siç ka është Canva tash. U kon atë. Edhe e shkruva Kullën Fresh. Pse e ka kumlon emrin Kullën Fresh? Atëherë nuk pas ide, po me kalimin e kohës e qëtash e kam një ide, se në që postojnë janë cool, edhe me nëjë që janë kogja fresh, kogja e këna upload dhe ideja të reja, pakën sa... Po atëherë se ke di se e ke ljonë? Atëherë nuk e di, a di që ako mundzi, që të kalzojnë që mund me konë. Është një deodorant i djemve, edhe shkruan Kullën Fresh në tomë, nuk e di është i nivejet sa i kujna është, po e di që shkruan se ma kanë qumë asanena njerës edhe në foto. Po më kam të bësë sponsor? Po kanë muj, po ta është i mave që kanë ru, po... Tani magazin, për shkak që kom desh me koni farloj magazin i humorit. Dhe zë reviste humorit, mirë po në fillim më koni ideja pak ma ndryshe, me postu në ashtë diçka prej botës të muzikës, aktrimit, artit, që kjo koni ideja jem.